faktor asimilus kundër shqiptarëve që janë më të rrezikshëm që kanë ndodhur këto 35 vjet. Të parën e u kam thënë që ka ndodhur këto vitet që ka qenë në pushtet rilindja Sorosianët janë sionistë, po gjoja ishin si të majtë që duan popullin po gjithë shka struktura e tyre, Hausman, Soros, të gjithë janë në gjuish. Problemi madh është asimilimi shqiptarëve dhe përpjekje për të na sklavëruar që i deklarojnë hapur i ka Greqia. Greqia ka lidhje të lashta historike me shqiptarët, madje një pjesë e madhe e grekëve janë natën e shqiptare, janë raca jonë, por që kanë kryuar politika shoviniste, klasa e tyre politike ndaj Shqipërisë. Ata rinë shumë kapadajin dhe të avantazhuar ndaj shtetit shqiptar, sepse kanë lojtur me votat e një pakice të popullsisë që janë minoritar dhe shtetat shqiptar në dy shtetësi, por dhe një pjesë janë shqiptar dhe mbabaden nga gjaku dhe nga origjina e tyre dhe nga DNA-ja, por që janë asimiluar ose janë rrugës duke u asimiluar. Të parët, minoritarët janë të drejtën e tyre, kurse me të dytët ne duhet të punojmë dhe të rikthejmë mbi bazën e një edukimi patriotik me politika arsimore të fuqishme, kombëtare dhe duke ju kujtuar origjinat dhe thellësinë e historisë nga vjen gjaku i tyre, por sigurisht bota materiale ka luajtur një ndikim të madh ku Greqia për shkak të superioritetit ekonomik që ka pasur mbi ne ju ka dhënë pasaporta duke i trajtuar si grek për shkak të fesë dhe duke i manipuluar ata dhe duke i kthyer një pjesë e tyre kundër politikave dhe interesave të Shqipërisë. Një nga faktorët që kanë ndikuar për forcimin e pushtetit politik të Greqisë dhe influencën e saj është, siç e thash, ndikimi tyre me këto vota të cilat mund të bëjnë diferencimin ose përmbysjen në zgjedhjet shqiptare dhe qenia e këtij sistemi politik ku kryetarët e partive për të mbajtur pushtetin, për të abuzuar mbi Shqipërinë, ishin gati të falnin gjithçka vetëm që Greqia t'i favorizonte ata dhe Greqia ka ditur të luajë me këta politikanë jetë gjatë të cilët janë bërë marioneta dhe prostituta të grekërve. Kjo duhet rregulluar dhe duhet ndaluar. Ne nuk e shikojmë popullin grek dhe shtetin grek si armik, aty jetojnë me mira, qindra mira shqiptar për shkak të rrethanave historike. Ju kemi bërë nder në fakt duke u zbukuruar në çik racën, me racën tonë, sepse ata janë një çik të verdhë nga fytyra, po ti shikosh me përjashtim të atyre që janë raca tonë, çamët dhe arbanitasit, shikojni, dallohen me njerë, kam pamje komplet tjetër arbanitasit nga pjesa tjetër të cilët kanë një ngjyrë dheu të verdhë ose të zinj e smerë. Pra kanë përzierje racash me afrikanët. Ne duhet t'i shtrëngojmë ata që të heqin ligjin e luftës me Shqipërinë, por këtë do ta bëjmë dorë a dorë duke forcuar ushtrinë shqiptare, e cila sigurisht do të jetë një ushtri që do të mbrojë interesat e shtetit shqiptar dhe do të komandohet nga presidenti, i cili duhet të zgjedh
strukturën komanduese të ushtrisë dhe duke qenë se presidenti nuk ka lidhje me përfitimet materiale që krijojnë në mundësi të qeverit dhe partit politike të cilat janë për administrimin, për grumbullimin dhe administrimin e fondeve dhe këtu ndodhin ato pasurimet e shpejta, presidenti do të jetë nga populli dhe ai nuk çan kokë për interesat e kryetarëve të partisë që duan të rinë sa më gjatë me ndihmën e grekëve. Çfarë duhet t'ju themi në grekëve? E para, brenda kësaj date, me ligje sigurisht, duhet të vini të merrni varet dhe kockat që edhe ato kockat shumica janë të shqiptarëve, se e dim çfarë abuzime, çfarë mashtrime janë bërë nga këta politikanët shqiptarë në kohën e Berishës, Besnik Mustafajt, Fatmir Mediu, tërë këta sanë lëpirësit e shitën kombin dhe interesat kombëtare. Hajde merrni kockat dhe eshtrat e të vdekurve dhe çojni ku të doni. Varezat do prishen dhe këtu do ngrihet vetëm një monument ku do kujtoj atë akt të dhimbshëm ku shqiptarët ishin të pushtuar nga e njëjta fuqi e cila sulmoi dhe Greqinë, që ishte Italia fashiste e Benito Mussolinit. Dhe shqiptarët janë aq përgjegjës sa që është Greqia përgjegjëse për pushtimin që na bëri Gjermania nëpërmjet tokave të saj, 3 vjet më vonë në shtator të 43-shit. Ata duhet të heqin ligjin e luftës. Ne nuk duhet t'i lejojmë të fusin undët në punët tona, siç ishte rasti kur ata sjellin dhe dërgojnë grupe të ndryshme për të bërë presion. Në qoftë se vinë dhe na shesin mend këtu dhe mbajnë fjalime kundër interesave të shtetit shqiptar, kushdo qoftë edhe deputet po t'jenë, po prishën rendin publik, të trajtohen nga ligji shqiptar, nga policia shqiptare, si gjithë shqiptarët e tjerë ose turistët e tjerë që hynë dhe bëjnë zullume. Greqia duhet të detyrohet me politika inteligjente të heqë ligjin e luftës dhe të jetojnë në paqe dhe në armoni me ne shqiptarët. Po ju jap një shembull se si mund të bëhet kjo nëse ka vullnet dhe ka udhëheqësa patriot. Shikoni Albinin në veri të Mitrovicës se çfarë bëri sapo erdhi në pushtet përkundër këtyre udhëheqësve të luftës, të cilët mendonin të jetonin gjatë dhe ta kishin mirë me serbët për të marrë vota. Ne nuk jemi për të ngritur tensione me Greqinë, por ne jemi për dinjitet dhe Greqia duhet të jetë e barabartë në marrëdhënie me ne. Duhet të përpiqemi me çdo lloj mënyre që deti t'i takoj tokës dhe jo ishujve. Dhe Greqia të mos ketë asnjë mundësi të marrë territoret dhe pasurit tona detare dhe nëndetare. Për këta do thirren gjithë specialistët më të mirë dhe do ndiqen rrugët më të mira dhe jo si ky shuraqi apo ai tradhtari plaku i Shqupit, i cili shiste dhe nanën dhe baban për të mbajtur pushtetin me familjen e vet dhe për të pasuruar, sepse kanë qenë pa botë shpirtërore, pa edukim patriotik në familjet e tyre dhe ky tjetri tradhtar dhe gjak prishur. Pra, pas Izraelit e ka radhën Turqia, Greqia, më falni, dhe Greqia nuk mund të na bëjë dot kurrë neve presion. Dhe nuk e kemi as pak frikë. Të gjithë ata që do të punojnë këtu në Shqipëri për Greqinë duhet ta dinë që do t'i binden ligjeve të shtetit shqiptar dhe do të trajtohen një lloj si shtetasit shqiptar me asnjë privilegj
Jo si shndodhte me rastin e kacifasit ku hynin dhe bënin, hithnin balle dhe bënin çfarë ju desh qefi këtu. Kjo nuk duhet të ndodhë dhe s'ka për të ndodhur me qeverisjet që do të vinë dhe me mekanizmat që duhet kryohen në kontratën e re sociale që kryetari i partisë nuk do të jetë kryeministër dhe që kryeministrat nuk do të jenë më shumë se 2 herë, qoftë edhe me shkëputje. Me ndërprerje në mes nuk do të jenë më shumë se 2 herë, 2 mandate, sado që t'ju zgjas mandati, dhe nuk ka kush ta shesë vendin. Njëkohësisht do punojmë që në rast se Greqia reagon në mënyrë të drejtë dhe të na respektojë me dinjitet, do punojmë që të forcojmë marrëdhëniet vllazërore me Greqinë. Në të kundërt, në qoftë se ata do vazhdojnë me ligjin e luftës dhe që të mos kthejmë pronat e shqiptarëve me sebepin e këtij ligji të luftës, edhe ne do të gjejmë rrugët tona të cilat janë pafund që t'i detyrojmë ata të na respektojnë dhe të mos na trajtojnë si armiq, po si fqinjë me një lidhje gjaku dhe ADN. Ky pra është imperativi i dytë që duhet të bëj shteti shqiptar që do të krijohet mbas këtyre protestave. Shqipëria duhet të jetë një vend sovran dhe me dinjitet dhe për këtë dinjitet ta respektojnë të gjithë vendet e rajonit. Ne nuk i bijmë askujt me qafë, por ne tim t'ja u tregojmë vendin të gjithë atyre që na bien me qafë. Ne nuk pyesim as për lobin grek në Amerikë, nuk qajmë kokë fare se çfarë janë ata të shikojmë punën e tyre, se Shqipërisë as janë ndjen që ekzistojnë apo se ekzistojnë ata. Tung tung.